komunitetet fetare kanë reaguar unison nëpërmjet Këshillit Ndërfetare, që është një organi përbashkë që mbledh të gjitha komunitetet fetare në vendin tonë për të vazhduar traditë që ka qenë e lavdishme në vendin tonë, siç është ajo e bashkëjetesës dhe vllazërisë fetare. Në këtë aspekt, fatkeqësisht nolli ajo që edhe ju thatë, politika nuk e mori parasysh atë, po themi, qasjen tonë, qëndrimin tonë, që në fakt fatkeqësisht edhe këtu përfitoj për rastit është edhe deformuar, në kuptimin që shpeshherë nga ato që kanë, po themi, patriotët e mbrojtjes së këtij ligji, është deklaruar sikur ne jemi kundër barazisë gjinore. Nuk është hiç e vërtetë, sepse nuk jemi kundër barazisë gjinore dhe më lejoni të them që me kompetencë plot jam i bindur që në këtë rast po them për Kishën Katolike, por jam i bindur edhe për besimet tjera që nuk ka një realitet më shumë se komunitetet fetare që japin zajmë mbrojtjet në që janë pa mbrojtur. Edhe në rastin tonë, si Kishë Katolike, për barazinë gjinore nuk është rasti i këtij ligjit që jemi impenjuar për ta mbrojtur, por ka shumë vite të cilat që natë njëshin që në hap strukturat e para të Kishës Katolike operuese në vendin tonë, që Kisha Katolike ka bërë mujtën për me mbrojt këtë ligj, për me promovu barazinë gjinore dhe për me mbrojt personat e pa mbrojtur. Në fakt, ne nuk jemi kundër barazisë gjinore, ne promovojmë barazinë gjinore, por do të themi kemi të bëjmë me një barazi gjinore që nuk deformon lirinë, një barazi gjinore që nuk deformon rendin natyror. Edhe kundërshtimi jonë në të gjithë draft ligjet ka qenë ky, që praktikisht koncepti i gjinisë është shkput prej dimensionit natyror. Nuk flitet më për kufizimin e gjinisë e cila ka si burnim realitetin biologjik natyror, por flitet për gjininë e cila ka për kufizim rolet e krijuar në një kontekst social, që do të thotë që është një dimension shumë problematik. Sigurisht nuk ka për momentin fatmirësisht akoma definimit të një gjinie të tretë apo të katërt, por hapësirat e ligjore nëpërmjet interpretimit të këtyre ligjeve janë jashtëzakonisht më shumë se evidente. Mjafton me bë një lexim shumë të thjeshtë, bazik të projekt ligjit, edhe që në fakt fatkeqësisht është ligj, edhe shikohen. Po atjetër nuk jam jurist edhe nuk presupozoj që të marr prerogativat e juristit për me interpretuar ligjin, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh se ne dim që janë aktet në ligjore, gjithë ato interpretimit e ligjit që i hapin rrugë. Dhe fatkeqësisht nëpërmjet këtij projekt ligji që u votu fatkeqësisht e përsëris me 77 vota pro në parlament, ju hap rrugë gjitha këtyre realiteteve që burojnë prej agendës woke dhe prej gjitha këtyre realiteteve që kemi shumë vite, shumë kohë për cilat diskutojmë. Ne mbetemi shpresë plot edhe që paktën organet tjera që duhet ta miratonin këtë ligj, ta kundërshtojnë, ta kthejnë dhe në fund kemi një ligj i cili sigurisht i shërben jo vetëm barazisë gjinore të shpallur, por i shërben në mënyrë të veçantë mbrojtjes së familjes, kësaj vlere të jashtëzakonshme të shenjtë, që e ka karakterizuar popullin tonë pa dallim feje e krahinit gjatë gjithë shekujve.